Përshëndetje miq. Si do t'ishte vallë jeta në një familje ideale? Të kesh gjithçka që të nevojitet dhe që dëshiron, dashuritë mjaftueshme, paras sa të duash dhe udhëheqje që të arrish majat çdo ditë. Personazhi i historisë soni kishte të gjitha këto gjëra dhe shkëlqente në çdo aspekt. Atij i mungonte vetëm një gjë. Një gjë që e ndoqi derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lirë nga prangat. Të depërtojmë errësirën me dritën e botës. Ky është Të lirë nga prangat. Histori të vërteta njerëzore të dramatizuara dhe prodhuara në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në shqip nga Radio 7. Tani për transmetim në gjuhën shqipe programi numër 9, Të lirë nga prangat. Program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Sa vap që është? Kemi orë të tëra që rrim jashtë. Isha e sigurt se do gjeni patjetër një shtek për në fermën me kreç. Nuk po shoh as edhe një rrugë që të kalojmë. Të paktën një, që të ikim që këtu. Për një minutë. Shiko atë vendin aty. Ku? Tu. Mos kalo andej, nuk ishe gjëmbat. Do shpohemi nëse kalojmë përmes asaj grope. Për ku do të ktheu anash? Ki kujtes gjerprin. Wow, kjo është si xhungël. Wow, dega e palmës më gërvishi kraun. Vendos pak po shtyrim në të. E shikon? Ja ku ka rrugë. Sa po kemi gjetur një shtek të ri. Vazhdo të ecësh. Do shta ka thesara të fshehura në rër. Shiko atje. Një gardh me tela të vjetër. Sa e vjetër që qënë ka... Shikoj pak tabelën. Është ndryshur plotësisht. Vë bas se këtu ka qenë ndonjë shtëpi e vjetër. Eja, shkojmë të zbulojmë se çfarë ka ndodhur këtu. Kjo më pëlqen. Çfarë është ajo gjëja e bardhë që mezi duket nga këtu? Duket si një shkëmb, por këtu nuk ka gur. Lal, që ka gur varri? Dikush që nga varrosur këtu. Po, ne shkelëm mbi varr. Sipas teje, kush mund të jetë varrosur aty? Nuk e di, por duket që ai varr ka qenë aty për një kohë të gjatë. Mendon se ka ndonjë shpirt që vjen vërdall? Po, me siguri e di se ku jemi dhe në këto momenti është i gjindosur. Mendon se do vdesin James? Nuk e di. Si thua? Themi prap. Jo, nuk kam ndërmend të vdes. Ha kupton o burr, ky është zbulimi më i madh në botë. Të gjesh një varr në mes të asgjëje? Ndoshta një burr që është varur në lom pin 3, është varrosur aty. Mos ndoshta është personi që la gjun në rër? Ai mund të ketë qenë një pioner ose zbulues. Nuk më pëlqen kjo lajm. Edhe ne zbulues jemi. Po, dhe ai që ka vrarë atë burrin mund të na vrasë edhe ne. Vrapo të shpëtosh jetën tënde, vrapo. Personazhi i historisë sonë ishte vetëm 9 vjeç, kur ai dhe miku i tij bën një zbulim të befasueshëm. Zbulim që i çoi në një mister më të madh. Mister që do ta ndiqte për një kohë të gjatë. Por zbulimi i përgjigjes nuk ishte ajo çfarë priste. Kjo e detyroi të merrte një vendim që në duke ishte i pamundur. Ju ftojmë të ndiqni historinë e vërtetë të James Knox dhe zgjedhjen që ai bëri tani në Të lirë nga prangat. Miku im dhe unë vrapuam për në shtëpi dhe ndënjëm deri vonë. Atje folëm për zbulimin ton. Ne i treguam nënës së tij, por ajo nuk bëri asgjë. Ne i tham vëllezërve të tij, por ata nuk na besuan. Më në fund i treguam babait tim që tha: "Ja vlen të vritesh për këtë." Shprehje të cilën ai e përdorte shpesh për të përshkruar aventurat tona. Ne qëndruam zgjuar për një kohë shumë të gjatë, duke folur për varrin dhe bëm plane për t'u kthyer sërish. Pas disa javësh, frika jonë u zbe. Një mëngjes, ne u larguam sapo zbardhi dita. Morëm bukë me vete dhe ndoqëm gjurmët për tek varri, që ishte 1,5 metër i lartë dhe që kishte një gisht të gëdhendur të drejtuar poshtë. Prit të lexojmë pak. Këtu prehet Ada May Gardner, lindur më mars 1901, vdiq në korrik 1904.
Të bekuar janë ata që vdesin në Zotin. Wow, ky nuk qenë ka një burr i varur apo një zbulues. Po vetëm një vajzë e vogël. Se është varrosur këtu? Si vdiq? Kush e varrosi në mes të pyllit? Tani nuk kemi pse të shqetësohemi për fantazma. Po kjo që ka vetëm një vajzë 3 vjeçare. Si mund të bekohesh kur vdes? Dhe nëse kjo është e vërtet, çfarë do të thotë të vdesësh në Zotin? Nuk e di, por nuk ishte rastësi që ne e gjetëm këtë varr. Po, kushdo që e ka vendosur këtu, dëshironte që dikush ta lexonte. Po, ne. Ky është një mesazh për ne. Përsëri po bën zhurmë kur ha Jakob. Mbyllë gojën. Po, zonjë. Ulu drejt birë. Nëse ri drejt, nuk do të kesh probleme me shtyllën kurrizore më vonë në jetë. Baba, çfarë do të thotë të vdesësh në Zotin? Nuk jam i sigurt. Se nuk pyet mësuesen tënde në kish. Po ç'është kjo pyetje? Jam thjesht kurioz. Diçka të ka bërë të mendosh për këtë? Unë dhe Lajl dhe unë shkuam përsëri tek varri në pyll. Aty thyej, të bekuar janë ata që vdesin në Zotin. Njerëzit vendosin lloj-lloj gjërash në përvarre birë. Ishte një vajzë e vogël, ishte vetëm 3 vjeç. Ajo kishte vdekur në vitin 1904. Në atë kohë vdiqen shumë fëmijë, sepse nuk kishte ilaçe për sëmundjet. Barova, a mund të shkoj tek shtëpia e Lajl? Po mundohesh të thuash, a mund të shkoj tek shtëpia e Lajl? A mund të shkoj tani? Po. Në 8 jesh në shtëpi, ë? Me 2 motra dhe një vëlla, të gjithë më të vegjël, unë duhet të jepja shembullin tim më të mirë. Dhe mora një dozë ekstra me korrigjime kur fëmijët nuk bindeshin, dhe atëhere kur unë nuk isha fare i përfshirë. Babai ishte bankier dhe kishim shkuar të jetonim në New Smyrna Beach, në Florida. Unë isha vetëm 4 vjeç. Kur unë isha 9 vjeç dhe më i madhi nga 30 fëmijët që ishin në lagje, unë isha udhëheqësi që organizoja lojra dhe aktivitete. E megjithatë, miku im më i mirë ishte Lajl. Një natë ishim shtrirë dhe po shihnim miliona yje në qiell. Sipas teje, në cilin yll jeton Perëndia? Në yllin më të madh dhe më të shëndritshëm. A nuk do të ishte fantastike të shihnim shtëpinë ku jeton Zoti? Dhe a nuk do të ishte bukur të eksploronin parajsën? Aty nuk ka as shtriga, as gjarpërin, dhe as ndonjë gjë të frikshme. Wow, sa bukur. Vërtet ne e dim se Zoti është diku atje. Por si mund të shkosh tek ai nga vendi ku ne ndodhemi? Unë mendoj se duhet të vdesësh më parë. Me që është kështu, më mirë po pres. Jo të gjithë të vdekurit shkojnë tek Zoti, Lajl. Hitleri jo. Po, dhe jo Jesse James. Mendoj se duhet të jesh shumë i mirë. Po, por jam shumë i lodhur duke qenë i mirë. Po ti? Këtu ka diçka që për ne është mister. Ndoshta do të jetë më e lehtë kur të rritemi dhe kur t'i vendosim vetë rregullat. U rrita duke mësuar për Jezusin dhe besoja ato gjëra që mësuesja fëmijëve na thoshte në kish. I besoja gjërat që ajo thoshte, ashtu siç besoja gjërat që na thoshte edhe mësuesja në shkollë. Mësova për Jonën dhe Paul Revere, Mojsiun dhe Batmanin, trimat e Davidit dhe kaubojsat e Dallasit. Nuk e dija se si të arrija Perëndin nga vendi ku ndodhesha. E megjithatë, Perëndia ishte pjesë e jetës sime, dhe jeta për mua ishte gjithmonë një ngjarje e veçantë. Koha kaloi, edhe unë shkova në shkollë të mesme. Më lejo të shoh dëftesën tënde bir. Kam dalë shumë mirë baba. Kam marrë 6 dieta. Por në shkencë pas ke marrë 9. Këto dhjetat e tjera më tregojnë se ti mund t'i kishe nxjerrë të gjitha 10. Po, duhet të kisha qenë më sakt në projektin shkencor. Asnjëherë mos i merr gjërat lehtë. Mënyra më e lehtë është thuajse gjithmonë e gabuar. E megjithatë, detyra ime e anglisë është zgjedhur të konkurroj në rang rajonal baba. Mirë. Po synimi yt duhet të jetë sa më i lartë, James. Mos u kënaq me atë që ke arritur. Aftësitë që Perëndia më kishte dhënë dhe nxitja konstante e prindërve bën të mundur që unë të kisha sukses në shumë drejtime. Isha i shkëlqyer në mësime, sepse kjo kishte diçka që më pëlqente kur isha i vogël dhe që më pas u kthye në detyrim kur u bëra adoleshent. Unë isha një atlet shumë i mirë.
dhe mund të luaja në çdo sport kur isha në shkollë të mesme. Ndaj dhe prindrit më kujtonin të isha i përulur në ato gjëra që kisha arritur. James, Lyle dëshiron që ti ta marrësh në telefon. Mirë nën. Çfarë keni ndërmend të bëni? Oh, thjesht do të shkojmë në plazh. Jam përmirësuar shumë që nga koha kur deshu mbyta në oqean. E mban mend këtë, ë? Ke qenë vetëm 4 vjeç. E si mund ta harroj? Akoma e ndjej valen që më shtyn poshtë dhe rrymën që më çon në thellësi. Asnjëherë nuk e kam parë babain tënd të varapojnë atë mënyrë. Nuk e di as vetë se si të gjeti. U ndjeva shumë mirë kur ai më kapi nga krau dhe më nxorri nga uji i errët. Kjo ishte një mrekulli, është e sigurt. Unë isha shumë i njohur sepse më pëlqente jeta. Isha unë ai që organizoja fëmijët e lagjes për të luajtur futboll, basketboll ose lojra bejsbolli, duke zgjedhur grupet që të ishin të njëjta, dhe më pas bëhesh arbitri, ndërsa ata luanin. Hey James, kam dëgjuar se do këndosh me grupin. Sa bukur do të jetë. Me talentin ton, do t'i kemi kompanitë e regjistrimeve në radhë. Do të kemi sukses edhe me vajzat. E lënë të takojmë sonte. Tani duhet të mendojmë për emrin e grupit dhe do të fillojmë praktikën. Unë do të jetë kitare më mirë. Po, do të praktikojmë tek shtëpia ime. Hapni rrugën, fam, po vim drejt teje. Mos. Ja ku po vjen kjo manjaka e Jezusit me librat komike. Hej çuna, doni një nga këto? Absolutisht jo. Një nga këto e kisha futur në dollapin tim javën që shkoj. Po këto janë të reja edhe janë falas. Jo. Ja. Ik tani, nuk i duam pleret e tua. Ha mor burr, ajo thjesht po mundohet të bëj atë që mendon se është e kohës. E kohës, të janë gjëra koti. E ja lëret qet. Na vjen mirë që ka një perëndi për njerëzit që kanë nevojë për të. Ky ishte pozicioni im. Unë nuk e mohoja ekzistencën e Perëndisë dhe e besoja që Bibla ishte e vërtetë. Nuk isha nevojë për ato gjëra që feja ofronte. Unë isha i mirë në sport dhe në shkollë, dhe isha i njohur në të gjitha fushat. Jezusi ishte për njerëz që nuk mund të bënin asgjë. Bravo i qoftë atyre. Ata kanë nevojë për të. Dhe unë isha i sigurt se nuk isha një prej tyre. Po ja dilja shumë mirë vetëm. James ishte në prag të takimit me dikë, me një person që do të sfidonte botën e tij të punuar me shumë kujdes, duke e çuar në krizë. Në vitin 1974, në Bregdetin e Floridas, 3 gjëra ishin të rëndësishme për një 16 vjeçar si unë. Të ishe i nxirr nga dielli, të kishe flokë të gjata edhe të ishe i kohës. Ata që ishin modern e dinin shumë mirë kuptimin e kësaj fjale. Atë vit, një burr erdhi të predikonte në kishën tonë dhe ai mund të ishte gjithçka, veç se modern jo. Ai kishte flokë të shkurtër, të gjitha me xhel, dhe një fytyrë të zverdhur. Një shembull i gjallë i asaj që nuk ishte moderne në atë kohë. Ne të gjithë na pëlqen të dëgjojmë se Perëndia është dashuri, dhe ai vërtet është. Por ai është gjithashtu një Perëndi i gjykimit. Secili nga ne duhet të japi llogari atij për vetë jetën tona. Dëgjoni nga Bibla, kapitulli 9 të Hebrejve, vargu 27, që thotë: "Dhe duke qenë se është saktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi, a do të jeni në gjendje të qëndroni përpara Zotit atë ditë?" Dhe përsëri në Bibël Zoti thotë: "Sepse Perëndia do të vërtet gjykohet çdo vepër dhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe." Ja pse erdhi Jezusi. Perëndia vetë erdhi në tokë, mori formën e njeriu dhe e përuli veten duke marrë mëkatet tona në kryq, që ne të qëndrojmë përpara Perëndisë pa njolla dhe pa tmeta. Cili nga ju mund thotë jam pa mëkat? Bibla thotë se të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Dhe paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme. A e keni marrë ju këtë dhuratë? Për herë të parë në jetën time, qëndroja i ulur duke ditur se e meritoja të shkoja në ferr, edhe pse nuk e dija arsyeën. Unë nuk pija alkol, as duhan, dhe nuk e përdorja drogën. Isha krenar dhe arrogant, por kjo ishte pjesë e të qenurit modern. Kur ftesa u dha,
U kapa fort pas karrigës që kisha para, dhe me zi prita sa kënga të mbaronte. Nuk mund të turprohesha duke shkuar drejt altarit. Nuk mund të largohesha nga vendi. Ndërsa kisha zbrazej, qëndrova i ulur derisa qetësia pushtoi ndërtesën. Atëhere, ai ungjilltari kohëve të vjetra, erdhi dhe ul pranë meje këmbër mbi këmbë si një vajzë dhe vendosi krahun e tij mbi shpatullën time. Në mendjen time ky ishte një ofendim për një burr. Bir, a ka ndonjë gjë që të mundon? Nuk kam probleme, nëse kjo është pyetja jote. Thjesht ndihem si i pastabilizuar. Atëherë Perëndia po të flet. Ndoshta. Si e ke emrin? James Knox. A e një zotin James? Kam shkuar në kirkë gjithë jetën time. Unë besoj se Bibla është e vërtet, se Jezusi është biri i Perëndis. Dhe a beson se ai vdiq për mëkatet e botës? Po, Ti gjithashtu duhet besosh se ai vdiq për ty. Kur ti pranon natyrën tënde mëkatare, pendohesh dhe pranon shpengimin e tij për borxhin e mëkatet tua, atëherë ti mund ta njohësh atë. unë nuk e njoh Jezusin ashtu siç e njeh ti. Edhe ti mund ta arrish këtë, James. Perëndia nuk bën dallime tek njerëzit. Ai dëshiron që ti ta njohësh personalisht. A e lexon Biblën? Jo, Duhet fillosh ta lexosh çdo ditë. ndoshta do filloj ta bëj. A dëshiron që unë të lutem për ty, James? Duhet të kthehem në shtëpi tani. U largova atë ditë, i tronditur nga fakti që një mik me stil flokësh të çuditshëm, me veshje dhe zë koti, një njeri që nuk ishte atlet apo nuk ishte vajzën më të mirë të shkollës, por kishte diçka brenda tij që më kishte shkundur thellësisht. 2 vite të tjera, të mbushura plot me kohra të bukura, kaluan. Por asnjëherë nuk munda ta shkon ndjenjen e fajit dhe të boshllëkut që kishte ardhur brenda meje atë mëngjes. Bibla nuk e lexoja sepse isha tepër i zënë. Do ta përfundojmë shumë bukur shfaqjen sot. Do t'i vdesim fare sonte. Kush do të marrë drogë? Ka marrë mall shumë të mirë. James? Jo. E jo, burr, kjo do t'jetë një shfaqje e madhe. Bë mirë ta thisësh këtë gjë që të dalësh mirë atje. Nuk kam nevojë për të. Ajo turp nuk më frikson fare mua. Ti e bom fare, James. Shiko, nuk kam nevojë për drogë që të ndihem mirë. Jeta ime është e mirë, ormik. Unë këndoja në për grupe rock and roll thjesht për të qenë në skenë. Luaja në për sporte për duretrokitje dhe njohje. Në atë kohë, isha në vit të fundit dhe presidenti i bordit studentor, i zgjedhur nga miqt si studenti më i mirë në 4 kategori të ndryshme, përfshirë këtu personi modern. Zonja Knox, si ndjeni tani që Jamesi po merr kaq shumë çmime? Shpresoj që të mos ta filloj ta pëlqej veten më shumë se ç'duhet. Nuk ma merr mendja. Jemi të lirë. Ky është një gur i rëndësishëm në jetën tuaj, i pari nga të shumtit. Ndihem kaq mirë që mbaruam. Në fakt, tani fillon puna jote e vërtet. Nëse po flet për kolegjin, ai është gallat. Si sonde apo jo çuna? E drejt, po shkoj në shtëpi të ndërrohem. Edhe unë. Mirupafshim për më vonë. Pas ceremonive, unë shkova në shtëpi. Unë ndrova dhe qëndrova i ulur në makinë duke parë të njëjtat yje që Leil dhe unë kishim parë para 10 vjetësh. E kisha ndjekur suksesin në shkollë dhe në të gjithë sportet. Gjithçka kishte përfunduar. Po tani, kolegj, familje, para, sukses. Nuk ishte rëndësi se ç'do të bëje në jetë. Papritur, gjithçka do të përfundonte. Atë natë mora një vendim. Nuk ishte rëndësi se ku do të shkoja apo çfarë do të bëja. Çdo natë do të lexoja Biblën. Nga fillimi deri në fund. Kaluan disa muaj. Çfarë po lexon James? Biblën? Po? Të duhet për në shkollë? Jo, jam kurioz. Nuk i beson dot gjërat që janë shkruar atje. Nuk mbaj mend ti ke mësuar ndonjëherë në kish. Si për shembull? Noa u de. Dhe Abrahami, e kam dëgjuar historinë e tij në më shumë se 10 herë dhe prap nuk e dija se ai ishte gënjeshtar. Vërtet? Po. Ai gënjeu se Sara nuk ishte gruaja e tij. Dhe më pas vjen Jakobi. Ai ishte më të vërtet një gënjeshtar. Edhe mbreti David kreu tradhti bashkëshortore dhe më pas vrau burrin e gruas. Ti mund të gjesh pothuajse gjithçka në Bibël. Ata burra ishin udhëheqës të mëdhenj, por kishin gabimet e tyre. Ajo që lexova nuk më bëri ta kundërshtoj Biblën.
Por përkundrazi, unë fillova të kuptoja diçka të thjesht në të njëjtën kohë të thellë. Nëse disa nga burrat më të mëdhej që kanë ekzistuar ishin mëkatar dhe meritonin të shkonin në ferr, kush isha unë të thoje se nuk kisha nevojë për Zotin? Atë vit, një javë para Krishtlindjes, ushtrova në spital për të bërë një operacion duke larguar një polip që më kishte dalë në qafë. A je mirë, Bir? Ç'kemi, baba? Jam shumë mirë. Mos je i shqetësuar apo e kam gabim? Jo, fare. Erdhëm të shohim nëse ke nevojë për ndonjë gjë. Jo, pra jam mirë, thash. Përsëri po lexon Biblën? Po. Po lexoj për Nebukadnesarin dhe se si Perëndia e ktheu sikur ai të ishte një bish. Po pse? Sepse ai ishte arrogant dhe plot krenari. Dhe në Bibël thuhet se përpara rrëzimit vjen krenaria. Më dua ta pranoj se këtu lexon gjëra të mahnitshme. Është mirë të jesh me anën e Perëndis. Jo. Është mirë të jetosh me drejtësi. A doni një gjë para se të largohemi? Jo, faleminderit. Miropafshim në mëngjes atëre. Na duhet të blejmë disa gjëra të tjera për Krishtlindje. Barra e tyre mëkatarëve në Bibël po më thyente. Nëse Perëndia e shkatroi Nabukadnesarin për shkak të krenarisë, çfarë do të më ndodhte mua? Ashtu si nebi plak, edhe mua ma kishin thënë të vërtetën, por isha tepër krenar ta pranoja. A do të më braktiste Perëndia edhe mua? E dija që ai do të më shpëtonte nëse do të pendohesha dhe nëse i jepja atij gjithë jetën time. Gjatë gjithë natës luftova me veten, por në mëngjes agonia po më thyente. Mirëmëngjes, a je gati të futesh në operacion? Mendoj se po. Ja, po të ulim në këtë karrocë dhe të çojmë me ashensor. Gati? Mund ta bëj edhe vet. Mirë, eja t'ikim. Do të ndihmojmë të bëhesh mirë që të shkosh në shtëpi për darkën e Krishtlindjes. Shpresoj të jetë kështu. Në ashensor dhe më pas do ulemi. Ndërsa u futëm në ashensor, mendova se do të vdisja nga konflikti që kishte nisur në shpirtin tim. Ndjeja sikur dy duar të mëdha që mbanin kraharorin tim, filluan të më shtrydhin si një copë të lagur. Nuk po e kuptoja se çfarë po më ndodhte. Por dëgjoja një zë të zemëruar në ndërgjegjen time që thoshte: "Zgjidh." Dhe unë qaja me të madhe nga dhimbja. Çfarë ke? O, Zot! Kontrollo pulsin, unë po thras doktorin. O, Zot! Më vjen keq, të lutem, më shpëto, o, Zot! Thirr doktorin. Ruth, stat. Infermiere. Jam më mirë tani. Dhimbja më largua komplet. Në ato moment, besova gjithçka rreth Jezus Krishtit. Vdekjen e tij, varrimin dhe ringjalljen. Nuk isha më një uri vetëm në mendjen time, por dhe një besim të sinqert në zemër. Momentin që kërkova Perëndin, dhimbja u zhduk. Unë e dija që isha shpëtuar. Dhe me këtë në mendje, rash në gjumë. Si ndihesh, Bir? Shumë më mirë. A ke dhimbje? Jo shumë. Ne folëm me doktorin dhe ai tha se gjithçka shkoi mirë. Ndoshta nesër ose pas nesër do dalësh nga spitali. Mirë. Duke shumë i qetë, Bir. Nën, jam i krishter tani. Ti gjithmonë ke qenë i krishter. Jo, ja dhash jetën time Krishtit. Gjithçka. Pa kohë para operacionit. Ndoshta nuk duhet flasësh shumë, James. E jepi grykës kohë që të shërohet. Thjesht po të them që ta dish. Jam i shpëtuar. Ndërsa shërohesha në shtëpi, i thash atyre që erdhën të më takonin se si Perëndia më kishte shpëtuar nga ferri. Sa po fillova të dilja jashtë, shkova tek disa miq. James, u ktheve më në fund mes njerëzve të gjallë. Na e trego pak plagën në burr. Ja, shikojeni. Se shpifur. Si ishte?
Çuna, më ka ndodhur gjëja më e mahniqme. Po më çonin tek dhoma e operimit, kur ndjeva 2 duar të mëdha që po më shtrëngonin në mes. Infermierja mendoi se un po vdisja dhe thirri doktorin. Çfarë po ndodhte? Ishte Perëndia që po më tërhiqte vëmendjen. E dija që duhet të merrja një vendim, të ndiqja Jezusin ose Satanin. Por krenaria ime më bënte të hezitoja derisa ndjeva dhimbjen. Ishte sikur Zoti po më jepte një mundësi të fundit për t'u shpëtuar. Nuk ja kam thënë askujt, por kam ja 2 vite që ndihem shumë fajtor. Pse? Ti nuk pi as alkool dhe as nuk merr drogë. Krenari or burr, jam plot me të. Askush nuk mund t'jetoj pa Perëndin. Sa po i thira atij, e gjithë dhimbja u largua. E dija pa pik dyshimi se do të vdisja në Zotin. Dhe tani e di se kudo që unë jam, Perëndia është me mua. E di këtë shumë mirë. Ashtu si di që po flas me ty tani. Çudi. Nuk të kam dëgjuar asnjëherë të flasë kështu më parë, James. E di, po thuaj se jam mbytur kur isha 4 vjeç. Ishim në oqean kur një dallg më goditi duke më marrë me vete drejt detit. Ishte shumë errësirë brenda në ujë. Por babai më shpëtoi. Kjo është. Perëndia më shpëtoi. Krenaria po më tërhiqte poshtë, por Jezusi më çliroi. Kam kaq shumë paqe tani. Duhet të shpëtoheni çuna. Mos e lejoni botën t'ju marrë në ferr. Mbarove? Po, Mirë, mund të shkosh tani. ti e di kur isha i vogël, pyesja veten se si mund të arrija Perëndin. Tani e di përgjigjen, Erik. Jezusi është e vetmja rrugë për tek Perëndia. Sa të paguan ti thuash këtë budallalloqe? Ju çuna nuk po kuptoni. Jezusi vdiq për ju. T'ju jap jetë. Nëse e thua ti, vetëm mos folme për këto gjëra kur jemi ne mirë. Krenaria ime ishte akoma brenda meje derisa pleqt e kishës më morën nën kujdestari dhe më drejtuan në shtegun e duhur. Një dëshmitar guximtar për Jezusin më mësoi se si të shpërndaja fletushka, shkrime nga Bibla, të trokisja në përdyer dhe të predikoja në rrugë. Sot unë jam pastori një kishe të mrekullueshme. Ne kemi dërguar më shumë se 1 milion kaseta falas, misionarëve dhe njerëzve në vendet e botës së tretë, që ata të dëgjojnë lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Miku im, nuk do të thotë se duhet jesh pijanec që të mos shkosh në parajs. Po kështu nuk është se duhet jesh i droguar për të përfunduar në ferr. Krenaria mund të jetë pengesa më e madhe nga të gjitha këto. Njohuria e mendjes nuk të shpëton dot. Të shkuarit në kish nuk do të thotë se je i shpëtuar. Jezusi tha se duhet të rilindesh sërish. Nëse dëshironi të merrni dhuratën e faljes së Perëndis, lutuni së bashku me ne tani. Ati shenjtë, kthehem nga mëkatet e mia sot dhe të kërkoj të më falësh. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia dhe u ringjall sërish për të më dhënë një jetë të re. E janë zemrën time sot dhe më pastro, që t'jem fëmia yt. Më shpëto, Zot, dhe më ndihmo të jetoj për ty. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Nëse keni marrë këtë vendim sot, na shkruani në Radio 7, kutja postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radiovis7.net. Me shumë kënaqësi do të mirëprisnim historinë tuaj. Nëse ky program e ka bekuar ditën tuaj, ftojini edhe miqtë tuaj të na dëgjojnë. Ndoqët programin e 9, historinë e vërtetë të James Knox. Të lirë nga prangat u prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll në Shqip nga Radio 7, për të treguar se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet.